Okej, hajde mish atëherë. Po tani edhe duhet ta kurcohemi për disa gjëra. Aty nuk është Akademia e Skënder Gjinushit që studiuesi dalin edhe thonë gjetjet e tyre të studimeve. Mos me fut. E kupton? Për shembull, tash presioni ndaj partive tradicionale është ju vetëm me njerëz të juaj s'po futni njerëz. Kur po I fut njerëz të tillë, ja ky është rezultati. Domethënë hall me I fut, po jo më për gabim. Futi na deri mos I fut lojtar. Po ky është gabim. Mariana Koçeku e kishte lënë listë hapur, ajo si ishte bërë deputete kur. Mariana Koçeku, ajo dosh më fut listë mbyllur. Domethënë mu fut parlament. Mariana Koçeku është deputeti i demokracisë dhe në demokraci një deputet është I lirë. Mariana Koçeku është deputete I delegum, nuk është demokracisë. Ajo është deputete ajo deputete nuk shëzjet kur. Po them, për jetën e saj politike, ajo ka dëshmuar një dignitet demokracie. Ajo I ka thënë Parti Socialiste, unë nuk mund të jem deputeti juaj, dhe ky është tani se si e ka bërë. Jo, më po them si është zgjedhur ajo, Si është zgjedhur ajo, është tjetër. Po them për çka ka bërë, mirë ka bërë ajo. Po them si është zgjedhur ajo. Çfarë somi ajo? Partia Socialiste ka një problem të madh. Ka një Sara, ka një problem të madh Partia Socialiste që nëse ti e ndihmon partinë tënde, nëse ti e ndihmon partinë tënde, e ndihmon ta demokratizosh. Ti ke sot një parti kryetar. Dhe ti je në panik sot që njerëzit janë sulur kryetarit dhe nuk janë sulur partisë. Je në panik dhe çdo socialist sot është në panik, sepse qytetarët janë sulur. Vetëm ta shpjegoj, vetëm ta shpjegoj. Ju jeni në panik sepse po ja pra vetëm ta shpjegoj. Ju është ngritur një masë rekord njerëzish në Republikë dhe ju ka shinjestruar kryetarin. Masa rekord e pjesëmarrjes, po vetëm ta mbaroj logjikën. Po vetëm ta mbaroj logjikën. Ja ta mbaroj logjikën. Juve ju kanë ardhur njerëzit dhe ju kanë thënë ju kanë shinjestruar kryetarin. Cilët njerëz? Partinë e keni katandisur në parti kryetar. Cilët njerëz? Dhe në momentin që do kishte një parti, ja pa ata njerëz që u lanë pa një mandat, ata njerëz që ju kanë ndryshuar foton e profilit, ja u kanë bërë me flamingo, ata njerëz që ju kanë dhënë janë pozita. Dos flamingon vetëm O e nderuar se nuk e vuri pa presion atë. Tani, Partia Socialiste do e kishte shumë të lehtë operacionin, I thonte kryetarin nëse do ishte demokratike, I thonte kryetarit, njerëzit kanë ardhur për ty, Partia Socialiste është aset, ne kemi jetë politike për te teje dhe po mandatoj një qeveri të re, me një kryetar të ri shteti. Ja ka që thjesht. Miguel, nuk kam I pyetje tunë. Logjika e demokracisë. Kjo është. Logjika e demokracisë merresh me fenomenin, merresh me individ. Jo, sepse këtu dy individ kanë përcaktuar sistemin dhe fenomenin. Merret me votë, jo me proteste. Po mja tash Anglia ka ndryshuar 10 kryeministra në 6 vjet o tani. Tani mund ta them një fjalinë. Se ata pas kanë qenë brava bote që I ndryshojnë kryeministrat pa votë. Tani japim networkation. Edhe fiton X-i. Kanik po asin s'ka ik me presion nga rruga. Kanik me presion nga partia tyre. Ai me presion nga partia tyre, po jo me presion nga rruga. Ku e kanë presionin këta? Me vot nuk dili dot përbara. Se as po ç'ne vot unë s'kam për të dalë asnjë me vot për Balltej. Një fjalë fundit nga Albatrosi dhe ta mbyllim. Po bën revolucion se nuk bën. Albatros, po. Unë vetëm një gjë duhet të them që nëse Partia Socialiste, e cila sot nuk po e them në kuptimin e keq, po është parti shtet, sepse kontrollon qeverinë, kontrollon shumicën e bashkive, dhe do më thonë realisht e ka pushtetin në të gjitha nivellet dhe sferat. Nga gjithë kjo që ka ndodhë, nga gjithë kjo që ka ndodhë, duhet me nxjerrë një leksion, pa e quajnë reflektim, është të domosdoshme. Sepse në momentet e tilla, historia në mëson që kur fillon ajo shkputja nga baza. Edhe ajo është erozion I cili pastaj nuk ndalet. Polarizimi, po. Edhe është një gjë që unë po jap kështu si mendimi timi, si vëzhgues, unë kam prirjen që të vëzhgoj gjërat nga afër dhe nga larg, është në Shqipëri duhet hiqet ky mentaliteti të fshihen problemet. Jo në sektorin tonë gjithçka është mirë.
Në sektorin tonë kur gjë nuk ka kesh. Nuk jam të folë për ty, jam të folë për prirjet. Për prirjen. Në institucionet shqiptare fshihen problemet. Nuk fshihen. Fshihen problemet. Fshihen prej shefit mos t'i shkoj problemi, shefi mos t'a merr vesh. Do më thonë, kur vjen shefit kurohet imazhi. Do më thonë, është për atë arsye sultani i Bagdadit ka dalë natën sepse ka refuzuar me pranu imazhin e kuruar. Edhe tash, ku janë denoncimet që i bojnë institucionet vetë? Shqipëria është nivelin më të ullt, ku denoncimet që i bojnë institucionet vetë. Hasët një parregullsi, duhet më bojnë një proces, edhe duhet më denoncu ajo. Kjo nuk ndodhë në Shqipëri, sepse njerëzit e kanë atë logjikë se nëse denoncoj, do kem pasoja, do kem... Ose nuk gjenë zgjidhje. Ose nuk gjenë zgjidhje. Pse mara jo plaka në Zvicër është agjente e shtetit, e denoncon çdo gjë. Do ne duhet, nëse po futemi në Evropë, duhet ta normalizojmë faktin që t'jemi transparent me defekte që kemi. Nuk është teorike, kjo është fakt. Kjo është praktike dhe unë mendoj që Sara, ky duhet nisi reflektimi i qeverisë. Reflektimi i qeverisë, sepse në herë bëhesh arrogant edhe pa e ditë. Dhe ky është problemi më i madh. Si edhe gjë kur ti e di që je arrogant. Doktori e kështë shkujtë në balë, jam arrogant edhe I don't care. Po në herë mund t'jesh arrogant pa e ditë, dhe kjo të bënd dëm nga brënda dhe është erosioni brendshëm. Me zhjith me WhatsApp. Nëse vim në situatë të kryeministri duhet me zhjith çdo problem, do më thonë kemi i problem të masë i shëshni. Ti mu ishme ndru kryeministri, mu ishme ardhë dhe ti. Kur gjës kemi po? Kur gjës kemi po? Pa demokracia absolutisht po. Ka të bëj kjo me demokracia. Prandaj dhe mund, duhet hapë sistemi politik. Ikëm kërë mendësia. Flasim haptas për probleme, ka pasur frikë që dollë diçka nëse fletë për probleme. Jo që ky aty dhenë me na fut në këta. Shkoti sot bëje një kërkes në një institucion, për një përgjigje, ti duhet me prit kush e disa për një përgjigje. Gjoja ma thjesht, nuk është Faleminderit Albatros, Sara Knajsitu, këshan program duhet ta mbyll. Faleminderit Migen dhe suksese në vazhdimin e protesteve qytetare. Larg zonës, larg ekstremiteteve, larg kërcënimeve, larg shantazhimeve, larg bullizimeve, se ma keni shqetësuar shumë dhe Karamuço. Faleminderit shumë që kisha sot për faleminderit Migen. Shihemi nesër në orën 8. Deri atëherë nga Sokol Balla, natë mirë.